إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falenderojm Allahun Gjelle Gjelaluhu, atë e falenderojm, atë e madhrojm, dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojm. Salavatet ja dërgojm të dërguarit ton, të dashurit ton, i cili na heki prej errësirës e na qiti në dritë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Duhet vazhdimisht ta falenderojm Allahun subhanahu wa taala për këtë udhëzim. Duhet jemi falëndërues ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu, ai i cili na udhëzoi neve. Duhet jemi falëndërues ndaj Allahut, Allahu i cili na dalloi neve nga gjitha krijesat. Është Allahu subhanahu wa taala i cili të zgjedhi ty Allah i dashur. Është Allahu Gjelle Gjelaluhu që të zgjedhi ty të jesh rob i tij në miliarda njerëz. Është Allah që të veçaj ty të jesh rob i Allahut. Përveç që ti të jesh rob i Allahut, duhet të kesh parasysh që ta njofësh mirë Allahun subhanahu wa taala. Besimtari i drejtë i cili ka shqiptu fjalën la ilaha illallah, ai i cili ka dëshmuar shahadetin, ai i cili ka pranuar Allahun Zot dhe se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka pranuar rob dhe i dërguar i tij, duhet jetë i qëndrueshëm në dinën e Allahut subhanahu wa taala. Robi i cili ka thonë la ilaha illallah nuk duhet jetë i lohatshëm. O vëllezër, duhet jemi të përqendruar në ato që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Nuk duhet jemi musliman vetëm me emër, por duhet jemi musliman me veprat tona. Na duhet jemi ata të cilët e dëshmojmë veten tonë në dunjë që të na pështon Allahu subhanahu wa taala në ditën kur do të dalëm para tij. Besimtari i drejtë është ai i cili vepron vepra të cilat kënaqet Allahu subhanahu wa taala. E ju të vepron vepra që i hidhron Allahun Gjelle Gjelaluhu. Besimtari duhet ta ketë parasysh në ato që ka zbrit Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe në ato që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sufjan ibn Abdullah al-Thaqafi shkoi te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i tha: "Qul li fil islam qawlan la as'alu ahadun ghayru." Tha, thum diçka prej islamit që nuk do ta pyes kërkon tjetër përveç teje. Çka kërkoi ky sahabi prej pejgamberit alayhi salatu wassalam? Diçka që nuk do ta pyet më kërkon tjetër përveç pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Tha, "Kul amantu billahi thumma istaqim." Tha, thuj kam besu Allahun, pastaj qëndron në ato çka e thu. Thuj e kam besu Allahun, me thonë fjallën la ilaha illallah,
me pranu fjallën la ilaha illallah, me kushtet e saj që i ka. Fjalla la ilaha illallah nuk është vetëm fjallë. Kul amantu billah, thuje kam besu Allahun. Nuk është veç me thonë la ilaha illallah. Po kjo fjallë o vëllezër dan vepra. Pas fjallës la ilaha illallah, para prin namazi, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kushti i pari fjallës la ilaha illallah është dituria, me dit, me njoft Allahun subhanahu wa ta'ala, me njoft këtë fjallë që ti e të shqiptu. Po thu la ilaha illallah, di e qka i të thonë. Nuk është vetëm fjallë që nëzjerë prej gjuhës të ndë, por kjo fjallë peshon në rënd, so që për këtë fjallë, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka kriju qejtë dhe tokën. Për këtë fjallë në ka kriju Allahu neve gjelle gjelaluhu, që na ta shqiptojmë këtë fjallë, ta praktikojmë këtë fjallë, ta besojmë me zemër dhe të veprojmë me këtë fjallë. Kul amantu billahi thumë staqim. Thua i kam besu Allahun, pas ta i qëndran ato qka e thunë. Ti ishi qëndrushëm në fjallën tonë, ti ishi qëndrushëm në veprat tua. Jo të largohesh prej fesë Allahot, jo të largohesh prej xhamis. Na shumë mire dim që i kem 5 kushtet e islamit. Shahadeti, pastaj vjen namazi, pastaj agjerimi, pastaj zekati, pastaj haxhi. Vepra që duhet pasojnë pas fjallës la ilaha illallah. Fjalla la ilaha illallah vëllezër duhet të ndaloj ty nga punë të këqiha. Kjo fjallë që te thue kam besu Allahun, nuk duhet jesh i lohatshëm në dinin e Zotit. Ti që ja ke dhonë besën Allah subhanahu wa taala. Ti që e ke dëshmu këtë fjallë, kujtoj e mirë që do të dalësh para Allahut subhanahu wa taala. Keme dollë para Allahut dhe keme thonë këtë fjallë. Ti që e ke shqiptu shahadetin, që kemi thonë Allah subhanahu wa taala në ditën kur do të dalësh para tina. O Zot, vetëm e kam ditë këtë fjallë, la ilaha illallah, e kam thonë krejt edhe unë e kum thonë. Por unë s'kum vepru që shkanë vepru tjerë. Unë s'kum vepru që shkanë vepru besimtarët. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha shebbejetni huden, tha më ka zbardh hudi. Pse ka zbardh hudi pejgamberin alaihi salatu wassalam? Për shkak se në surën Hud ka zbrit një ajet që i ka thonë Allahu subhanahu wa taala kujna pejgamberit alayhi salatu wassalam. O robit zgjedhur të Allahut, i ka thonë robit Allahut fastaqim kama umirt. Qëndro në ato që ka je urdhëru, me qëndru në ato që ka ti e thu. Nëse ke shqiptu shahadetin, duhet qëndrash në fjallën e Allahut subhanahu wa taala. Duhet qëndrash në ato. Kush ka qenë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam? Që Allahu gjelle gjelaluhu i tha fastaqim kama umirt. Qëndra në ato që ka je urdhëru. Ka thonë Allah subhanahu wa taala në lidhjen shpirtërore me Allahun. Ajo e rëndësishmja që është vëllezër, është që na që jemi kriju nga Allahu subhanahu wa taala, Allahu kërkon diçka prej neve. Allahu kërkon prej neve që na t'ju kthehemi atina. Allahu kërkon që na të pendohemi te Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka thonë wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Thot nuk I kam kriju xhennet edhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm që të më adhurojnë mua. Na po e dim qëllimin ton pse jemi ardhur në këtë dunjë. Na po e dim qëllimin për çka jemi ardhur në këtë dunjë. Në këtë dunjë jemi ardhur me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Por na nganjëherë harrojmë premtimin që ja kemi dhënë Allahut.
Kjo është premtim i dhënë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ti që i ke premtu Allahu që ke me adhuru ata, kur mos u dorëzo vllai i dashur, kur mos u dorëzo, kthej Allahu xhalla xjalaluhu, edhe nëse gjunahet tua kanë arrit sa kupa e qiellit, edhe nëse të është vështërsu jeta jote, nuk po gjen qetësi, nuk po gjen rahati, kthej te Allahu subhanahu wa taala, sepse aty është rahatia e vërtet. Të është lodhë shpirti mas kësaj dunjaje. Kthej Allahu xhalla xjalaluhu, sepse është ai i cili të rahaton shpirtin tënde. Është Allahu që të bën ty më u kanë i lumtur. Ka thonë Allahu xhalla xjalaluhu, qad aflaha man zakkaha, ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar shpirtin e tina. Kush është ai që ka shpëtu? Kush është ai që ka shpëtu? Ai që e ka pastruar shpirtin e tij. Ai që ka pastruar shpirtin e tij nga njollat e mëkateve dhe gjinoheve. Ai që shpirtin e tij e ka pastruar duke kërku falje te Allahu xhalla xjalaluhu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar ai që e ka pastruar shpirtin e tij, ndërsa ka dështuar ai i cili e ka ndotur shpirtin e tina. Kushdon prej neve ta ndot shpirtin, kushdon prej neve që të mos ketë rahati në dunja, kushdon prej neve që të mos ketë rahati e të jetoj i lumtur. O vëllezër, të gjithë dëshirojmë të jetojmë të lumtur. Ama lumturia është e vërtet, është kur ti shpirtin tënd e ke pastruar. Lumturia e vërtet është kur ti njollat e tua prej zemrës tane i ke tërheq. Kur ti që je ngarku me gjinohe, i ke hek njollat prej zemrës tane. Ka thonë Allahu, qad aflaha man zakkaha, ka shpëtuar ai që ka pastruar shpirtin e tij. Wa dhakara isma rabbih fasallaha, dhe ka përmend Zotin e tina dhe ka fal namaz. Çka po thot Allahu? Ka shpëtu ai që e ka pastru shpirtin e tina. E me çka po jep argument këtu? Ai që e ka përmend Zotin e tij, ai që është vetmu me Allahun, ai i cili ka fal namaz, ai ka shpëtu. E kush shpëton, ka fitu. Ai i cili e ka pastru shpirtin e tina, ai ka fitu, o vëllezër. E fitimi i vërtet është kur ti adhuron Allahun xhalla xjalaluhu. E vërteta është kur ti e pastron shpirtin tënd nga njollat e gjinoheve që i ki. O vëllezër, Ademi a.s. për shkak një gjinohi o tërhek prej xhenetit. E me sa gjinohe mendojmë na që kemi me shku në xhenet? So gjinohe, so jem na duke ngarku vetën tonë me gjinohe? So jem na duke i bo gjina Allah s.w.t. Dhe prap e kërkojmë lumëtorin, dhe prap dëshirojmë tjetojmë të lumëtor. Na duke ngarku vetën tonë me gjinohe, na tu ngojtë mas kësaj dunjaje, prap themi se s'jemi të lumëtor. Po thuj se na gjithë e dim ku është lumëtoria e vërtet. Ama dituria nëse bjen ndesh me praktikën nuk vlen asgjë. Besimtari i cili e di që lumëtoria e vërtet është ti kur të fal namazin, që atëherët ke me arrit ladhatul iman, ke me arrit lumëtorinë e imanit, kur ti zemrën tonë nuk e lidh as me dunjan, nuk e lidh as me një femër të bukur, por zemrën tonë e lidh me Allahun xhalla xjalaluhu. Lumëtoria e vërtet, o vëllezër,
është kur ti ju kthesh Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur ti ju kthesh Zotit. Disa kanë thonë, o hoxh, one po baj gjunohe, po nuk e dija ma falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Apo do një me ditë se cila është e vërteta që ty Allahu t'i falë gjunohet, që ti ki me ofru ofër Zotit tënd, është kur ti lidhesh direkt me Allahun. Është kur ti ki gojle, kur ti ki derte, kur ti ki halle, kur ti ki mërzi, kërej që ta i mledha dhe i bjanë sejshda Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ka thonë, vësë që dua këtërim, bjerë në sejshda afrohesh me Allahun. Ti kur të bjanë sejshde, i kërkon falja Allahu subhanahu wa ta'ala, kërkon prej Allahut për çdo hall, për çdo dert që e ki, dije që Allah ko me ta zgjedh ty atë dert. Dije që Allah gjelle gjelalu ko me të zgjedh tyje gajlet e dertë që i ki. Dije që Allah subhanahu wa ta'ala ko me të pranu tyje, edhe nëse miliona gjënahe ke bo. Ndërgjoni këto dy ngjarje që i përmend një sheh i cili tregon sepse Allah subhanahu wa ta'ala është ai i cili i falë gjinohet dhe tregon të staktën që ti ju kthesh Allahut vazhdimisht edhe nuk e lajthit rrugën tënde. Tha ka shku një djalë i ri, një student tek një sheh, edhe i ka thonë, o sheh, nuk pëmoj më bo rahat, nuk pëmoj me mësu, nga se e din që në shkollë ka edhe femra, nga se e din që në shkollë ka edhe gjunohe. Tha nuk pëmoj me qeni që ndrushëm namazin tem, nuk pëmoj më ka një regull të namaz. Qka i tha kë shekhu? I tha, mundesh më ka një që ndrushëm. Tha ta gjoj ilaqin e muslim turist të ndë. Po tha ilaqi, nuk është ai që one ta jap tyje. Po that ilaqin e vërtet tha e ki kur të lidhjen tonë e ban me Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaqi i vërtet tha është kur ti e vetman vetën tënde me Allahun. Tha vetmo me Allahun. Vetmo me ato i cilit ka kriju tyje. Ajo është i cili ti falë gjinohet. Ajo është i cili ti regullan çështjet tua. Është vetmu me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka kërku falje prej Allahut dhe të regon kë shekho i cili ka taku prap pas një jave të regon ndryshimin e ti, që ka bon ndryshime totale, për arsye që është lidh me Allahun subhanahu wa ta'ala. E kushdo që lidhet me Zotin e ti, nuk do të dëshpërohet. Kushdo që lidhet me Allahun, nuk do të dëshpërohet. Tregon në ngjarjen tjetër, të cilën thot, vjen njëri i cili e kishte pa shtëpinë ngat me imamin e xhamis. Por imami 5 vakte në xhami, ndërsa ky tjetri ka qenë i cili ka pi alkoolin. Ka pi alkool. Nuk u kon i lidh me xhamin. Xhamin e ka pas te dera, po s'ka donë xhami. Ka pi alkool të natën. Të natën e ka hidhru Zotin e tina. Të natën e ka hidhru Allahun. I vje koha që imami i xhamis e shen në saft por. Në saft por e shen këtë i cili ka pi alkool. Dhe që ditet imami, masane e pyti thot, mashallah, po më të regan në urtësin, se cila ka qenë që ti e këthy në xhami, cila o konë urtësia që ti e kelon alkoholin, cila o konë urtësia që ti e kelon zinon, që i kelon zenet e këshia. Thot o shekh, thot vëllahin, natë tha, alkoholin tha e kom pas për para.
E tha çështjen time ja kom ndërzu Allahut. Tha natë natë, tër natën tha e kam këshyr alkoolin me sy. Edhe tha e kam lutë Allahun me sinqeritet. I kam thënë o Zoti jam, nëse ti nuk më udhëzon mua, nëse ti su më udhëzon mua, që kjo e në dytë kam më qunë gjehnem. E lutë Allahun që Allahu të udhëzon, e lutë Allahun që Allah t'ja përmirëson zemrën e tina. Të risa thët, e lash thët, u pendova të Allah s.w.t. E të regon imami i gjamiis për këtë person, i cili ka pi alkohol, i cili të natën e ka kalu duke hidhru Allahun subhanahu wa ta'ala, të regon, kë imam thët, ka ndryshu jeta e tina. Thët, ai person i cili pi të alkohol, ai person i cili rike natën duke bërë zina, natën e ti e gjadhërajke duke adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Natën e ti e gjadhërajke duke adhuru Allahun, cila është urësia kjo Allah? Urësia është kur të lidhësh me Zotin tanë, kur mos me na me thanë Allahun e kum bo gjinohe, po ku me dita ma falë Zotin muhe. Nëse ti sinqerisht kthehesh te Allah subhanahu wa taala, di që Allah ku me ta falë. Nëse ti lut Allahun me sinqeritet, që Allah me ta rrotullu zemrën tënde, që Allah me ta udhëzu zemrën tënde, dije që Allah subhanahu wa taala ka me të udhëzu. Mos e hum shpresën tek Allahu subhanahu wa taala. Dije sepse Allahu xhalla xhelaluhu është ai i cili ti fal gjunahet tua. O vlla, dhe nëse miliona gjuna i ke bo, edhe nëse miliona gjuna i ke bo, kthej Allahu xhalla xhelaluhu. Ku e din të atë nëzën sabahi Allah? Ku e din të atë nëzën sabahi? Të natën e kalon haram, duke përdor alkohol. Të natën e kalon duke hidhru Zotin, duke i torturu njerëzit pa mëshirë. Pëndoj të Allahu xhalla xhelaluhu dhe mos e hum shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, për shkak se Allahu është ai i cili t'i fal gjunahet. A ke po Allah, kur t'jena të smut, na dhem barki, ose kem na i smuj, çka bojmë? Shkojmë te doktori. Se e dim që doktori i ka ilaçet. E ai na jep ilaçet na me i përdor dhe me ushëru. A thu valla Allah, zemra që tu ka nzi, shpirti që tu ka rësu, ku je të e gjeti ilaçin tënd? Shpirti që tu ka rësu, ku pe gjeni ilaçin? Ku je duke e gjeti ilaçin tënd? Nëse ti s'pendohesh te Allahu, nëse ti nuk ju kthehesh Allahu subhanahu wa taala, kemi jetu në rësir, kemi jetu në rësir në këtë dunja, edhe në rësir në varë, edhe në rësir kur dalsh para Allahut, edhe në xhehenem. La ilaha illallah. Nëse ti s'pendohesh tek Allahu, ndërsa Allahu e pranon pendimin e robit tij, varësisht që se çfarë gjunahe ke bote. Ke pi alkohol, kthej Allahut. Ke bo zina, kthej Allahut. Sepse Allahu është ai i cili të fal ty. Çka thot Allahu xhalla xhelaluhu? Qul ya ibadi. Çka po thot Allahu? Thot o robi jam, la ilaha illallah. Sona i kena bo gjuna Allahut. Sona i kena bo gjuna Allahut në tokë. Edhe toka ti për është të na duru neve, për apë Allah thirë me një zot but, me një zot mirë, të të kul ja ibadi, o robi jam. O robi jam, për thirë Allahu. Edhe pse i ke bo gjuna zotit. Kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah.
Thot, o robërit e mi, ju të cilët e keni ngarku vetën e juve me gjënahe, la taqnatu min rahmatillah, mos e humni shpresën mëshirën e Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, sepse Allah është ai i cili ja fal gjunahet juve. Innahu huwal ghafurur rahim. Me të vërtetë Allah është ai i cili i fal gjunahet dhe ai i cili mëshiron shumë. Allahu i dën ata të cilët pendohen. Edhe nëse ti ke bo gjuna Allahut, edhe nëse ti miliona gjuna i ke bo, edhe nëse ti ke mbyt njerëzit, prap Allah të pranon tyje. Sa i mëshirshëm, sa i mirë është Allahu subhanahu wa ta'ala me neve, ndërsa na ku jemi në raport me Allahun, ndërsa na ku jemi me pendimin ton. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka kërku falje Allahut 70 herë në ditë, në një transmetim tjetër 100 herë në ditë, kurse Allahu xhalla xhelaluhu ja ka fal gjunahet pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allahu e dën pendimin tonë Allah. Nëse ti u kthesh Allah subhanahu wa taala, Allahu thot wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allahu dëshiron t'ja pranoj pendimet e juve. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allahu po don që ty me të fal. Ama ti s'po don me fal veten tonë. Ti po don me vazhdu në rësirë. Ti po don me nejt në terë. Nëse s'pendohesh të Allahu. Pendo vllai i dashur të Allah xhalla xhelaluhu. Pastroj shpirtin tënd. Pastroj zemrën tënde. Kërko falje sa më shpesh te Allahu subhanahu wa taala. Tregon një shef i cili kishte pa një djalosh rrugës. E kishte pa një djalosh rrugës duke nguc një femën për me bo zina me ta. Ndëgjoni këtë ngjarje interesante. Këtë djalë i ri për nguc femën me bo zina, afrohet kë shekhi afër tina dhe e këshillon. E këshillon, thot, ki frikë Allahun. Thot, di që kime dalë para Allahut. Këtë punë se danë Allahu. E këshillon vazhdimisht, ndërsa këtë djalosh i ri e ndëgjon gjys ore duke fol dhe nuk e nxjerr asnjë fjalë. Terisa i thot, balmo, thot e pranova, thot ka me u pendu, thot prej kësoj dite nuk ka me bo mu asnjë gjëna. Prej kësoj dite, tha ja dha fjallën Allahut që këmë u këthy taj. Ja merë numrin kë shekhu edhe thot thirin telefon. Masane kalon një ko dhe kë shekhu haran me thirin telefon, duke shfletush fletat, e shen numrin e ti dhe e thirë. E thirë në telefon, thot, apo mnja, thot, kush jam? Thot, kejfe ense sote alladhi hadani. Thot, qish me arru këtë za i cili më ka udhëzu? Qish me arru këtë za i cili më ka udhëzu? Thot, ta mujna me lonë takim nesër me u taku pas ikindis. Lajnë takim me u taku për ikindi, ndërsa këti shekho t'i vinë musafert e nuk mundet me ilan vetë, e len me shku për aksham. Pas i shkojnë musafert, shkojnë për aksham me taku, kur të cëkat në derë del baba i tina. Thot, pëlypi këtë djalin, pëlypi filanin. Thot, ashtë të, thot, të wëfe. Ka vdek. Thot, qësh është e mojsh me në fola në telefon me ta? Qësh është e mojsh me vdek? Thot, ka vdek. Thot, ka ra me flajt mas dreke, ka thonë, qamë për i kindi me fali kindin, thonë, nuk u quma. Po i thot, atë je baba i ti,
Po i thot ati e qaj që ke folë në telefon me djalin tema? Tha po. Ta'alu qabbil ra'sak. Tha hajde tha ta puthi kryet, tha jo mëre. Hajde ta puthi kryet, tha. Se ti a i cili ma ke largu djalin prej zjarëmi gjehnemit. Tha djali jam karo me flajt. Djali jam gjatë gjithë javës e ka adhuru Allah subhanahu wa taala dhe shpendu sinqerisht tek ai. Tha djali jam vazhdimisht ka thonë kejfe ansa sauta alladhi hadani. Ka thonë qish me harru atë zaj cili më ka udhëzu. Ja dërzoj shpirtin Allah subhanahu wa taala pasi që është pendu të Allahu Gjelle Gjelaluhu. O vëzër dini një, se ëmbëlsira e pendimit ëmbëlsira e pendimit është më e ëmbël për zemrën se sa mjallë ta për gjuhën. A i cili pendohet e nxollë zemrën e tina. Fefirru ila Allahi taubeten nasuha. Ik drejt Allahut me një pendim të sinqert. Ik drejt Allahut. Shko drejt ati cili t'ka kriju. Pendohet të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kemi i pas punë ma mirë në dunja dhe në akhirat. Kemi i pas punë ma mirë në dunja dhe në akhirat. Nëse ti ju kthesh Allahu Gjelle Gjelaluhu. Tregohet në transmetimin të cilën për Fudail ibn Iyadin. Fudail ibn Iyadi ka qenë ai i cili përmendet shumë emri i tij për smiri. Ama shumë pak e përmendin udhëzimin e Fudailit. Fudail ibn Iyadi o kon trim. Qash trim o kon, so që kërkush t'ka guzof me i dalë për para. Po edhe ka bu njerëzve zullum në rrugë. Një dit prej dite e takon një qikë për para. Edhe i pëlqen ajo qika dhe me u martu me ta. Lyp me u martu i ka ajo qika. Deri sa e njek Fudaili, këshëni me qka është të udhëzu Fudaili? Me një ajet kuranor është të udhëzu kë. E njek deri sa arrin në shpin e asoj qikës. Pastaj nat ish dojke që me ik, me grabit atë vajzë, për tëri sa e ndëgjën një za, mrana në shpe, ish dikush duke falë namaznate, i cili lexoj ke Kur'an, dhe ai e lexoj ke ajetin Kur'anor, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, wa ma nazala min al-haq. Thata nuk ka ardhë koha për besimtarët an takhsha qulubuhum, që t'ju zbutën zemrat e tyre para këshillave të Allahut subhanahu wa taala. Thata nuk ka ardhë koha për besimtarët që t'ju zbutën zemrat e tyre pastaj Fudaili thot pas ka ardhë thot koha. Ka ardhë thot koha thot pendona te Allah. Edhe niset Fudaili me këtë ajet që i jetë alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq. Vazhdan duke përsërit këtë ajet derisa në rrugë i ndëgjon disa tregtarë që kanë ardhur prej slargit edhe thojnë masi jemi falë, jemi të poshushëm apo e vazhdojmë rrugën. Thojnë jo s'pe vazhdojmë se mundet me na dalë Fudaili edhe me na rrej.
Ndërsa ju hen fodajli, edhe i takan, thoton janë fodajli. Ata fillojnë me utut. I thojnë jo, thot. O njën pendua dhe ju këmë këthi Allah subhanahu wa ta'ala. Fodajli njëhet për urtësin e tina, njëhet për diturin e tina, dhe përmendet shumë në për libra Fodajli ibn Iyad. E ky ka qenë shkaki që kë është udhëzu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. O vëllezër, a jemi edhe na për këtë ajet që është udhëzu Fodajli? Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. A nuk ka ardhur koha vëllezër që dhe na t'ju kthemi Allahut subhanahu wa taala? As ka ardhur koha që dhe na t'ju dorëzojmë i Zotit xhalla xhelaluhu me pendim? Prandaj o vllai dashur, nëse dëshiron që me qenë i lumtur në dunja, nëse dëshiron që zemra jote të zbardhet, nëse dëshiron që jeta jote të zbardhet, të mos jetojsh në errësirë, ktheu dhe pendau tek Allahu subhanahu wa taala, sepse aty do ta gjesh mirësinë e dunjas dhe mirësinë e ahiretit. Elusum Allahun xhalla xhelaluhu që të na përmirëson zemrat tona. Elusum Allahun që Allah të na forcon zemrat tona në këtë din. Elusum Allahun që Allah të na pranon pendimet tona, që na t'ju kthemi Allahut me pendim të sinqert. Elusum Allahun xhalla xhelaluhu që ta liroj Palestinën prej torturave, të qafirave që bëbohet në tokë. O vëllezër, ata kanë iman, ata janë duke qëndru në venin e tyre me iman, ndërsa na në këtë tokë të lirë ka podojmë po shkojmë, çka podojmë po bojmë, për Allahun s'pa adhurojmë. Na dha Allahu gjënajmë duke i bo, për shkak të mira që i kem, begati që i kem, nuk jem të ditë me i shfrytzu. Pro Palestina është shembull për neve që na të kthehemi te Allahu, është shembull për neve që na ta kujtojmë kohën, çfarë kohë kemi jetu, në çfarë varfënie jemi kon na, në çfarë gjendje jemi tash na, që na e kemi harru Allahun, që na ngojmë pas kësaj dunjaje, që na e kemi harru derën ka e ko xhamia, a e ko xhamia derën knena ana tona, që na kush jemi kon më herët, e kush jemi tash, kemi harru se kush jemi kon, ata të cilët më herët kanë qenë, ata të cilët janë kon, s'po thojnë janë, nuk po thojmë janë, po kanë qenë, ata të cilët vazhdojnë, me vazhdimsi, duke adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala, deri në frymën e fundit, që ata kanë shpëtu. Ka shpëtu ai, i cili e vazhdon veprën e tina, deri kur t'i del shpirti. Deri shpirti kur del, Zotin ton adhurohet. Deri shpirti kur del, namazin mos e le. E zemrën tone, duke e përmend Allahun qetësohet. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft për respektin e nderën, Allahu na bashkoft në xhenetet e tij të larta, çish na ka bashkuar në këtë vend. Allahu e udhëzoft popullin ton. Allahu na bashkoft në hajër. Allahu na bashkoft në xhami, në namazin e sabahit. Allahu e boft fosh Kosovën, siç ka qenë para 10 vite që i kanë thonë Medinja e vogël. O shtofshin besimtarët, të cilët i kanë frikë Allahun, e u largofshin munafikat. Allahu i shpërbleft, wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.